madje Irini Qerjaku, në fakt vini të interpretoni në Shkodër pas sa vitesh? Shiko, në Shkodër ka marrë shpesh, nuk do thoni ju, më ftoni ju shkodranët, po ka marrë shumë herë me ansambli shtetëror, vite shumë përpara, pastaj ka marrë me maraton e këngës disa herë, dhe ka marrë dhe kështu më kam ftuar dhe me ftesa personale, private, kështu që për mua është një vlerësim shumë i madh. Si jeni ndier para publikut shkodran? Shkëlqyshëm. Shiko, të them të vërtetën, sa zbrita nga makina, këtu pranë teatrit aty, kur gjithë, do me thënë, çfarë ishin në rrugë atje, gjithë erdhën më takuan, më uronin për personin tim, për Irinin, që duan, edhe lumturim më të madhe nuk ka. Kur të do publiku shkodran, duhet dish një gjë, se publiku shkodran është në artë, është njëshi në Republikë. Arti, këtu në Shkodër ka lidur arti, dhe kur të vlerëson publiku shkodran, dije që e ke kaluar provimin. A është mjaftueshëm tolerant publiku shkodran për të mirëpritur edhe këngë që ndoshta janë të treva dhe të tjera? Jo, është shumë, publiku shkodran i do të gjitha trevat. Është një publik me nivel shumë të lartë kulturor, kështu që të gjitha trevat i don dhe i vlerëson. Irini, sa ka ndryshuar muzika shqiptare sot, në ditët e sot? Shohim që ka ndryshuar. Të traditës përpunohen deri në atë formë sa nuk njihen më në fakt. Ka shumë keq përpunime, por ka dhe përpunime shumë dinjitoze. Tashti, ardhja e demokracisë bëri gjëra dhe shumë të pista, shumë pis e bën atë traditën tonë. Por me kalimin e viteve, çdo gjë filtrohet edhe njerëzit e kuptojnë që duhet vajtur atje ku është rënja. Dhe kjo nuk do thotë sepse kur gabojnë, nuk rikthehen te rënja. Kështu që jam e kënaqur se në fillim u shqetësova pa mas vitet e para të demokracisë, që ishte një shturje totale. Por çdo gjë po kanalizohet, po shkon në vend të vet. Por të themi edhe një gjë, në epoka të ndryshme historike, çdo gjë evolon, ndryshon sipas kohërave. Por është e bukura që ruhet trungu, ruhet burimi, bulza kryesore. Dhe kjo nuk shuhet kur. Cila është sfida me cilën përballen sot artistë të kalibrit tuaj? Sfida është kjo, që unë për shembull që kam një karrierë 46 vjeçare dhe që shoh sot bëhen shumë gjëra komerciale, shumë sfida ime është që unë me bulzat e vërteta të qëndroj stoike në këtë treg, në një treg edhe pak të ashpër, të qëndroj stoike dhe kur ti arrin që me mjeshtrin tënde artistike ta bësh përsëri publikun për vete, të mos denigroj publiku, kjo është sfida më e madhe. A është Irini e hapur për bashkëpunime me artistë të rinj që ndoshta nuk kanë mjaftueshëm? Po, kam bërë shumë bashkëpunime me artistë të rinj. Unë për shembull këtu kam bërë me shkodranin tuaj, me Ervin Bushatin, që në fillim që ai sapo hapte karrierën e tij, e me shumë çuna të rinj tash që kanë bërë me goca të reja për t'i ndihmuar në karrierën e tyre dhe për të dhënë udhëzimin e dur, udhëzimin e vërtet. Dhe sot janë bërë artistë të mirënjohur në tregun shqiptar. Irini, sa shërbejnë festivale, organizime të tilla si kjo e sotmja për ta mbajtur gjallë traditën dhe për ta ruajtur të paprekur? Kjo është gjëja më e bukur, nuk mjafton vetëm kjo. Ka nevojë për shumë aktivitete të tjera, sepse unë bëj krahasimet kur unë kam shkuar në shumë festivale botërore, në shumë shtete, dhe shtetet aty organizojnë aktivitete të panumërta. Këtu janë ulur këto aktivitete. Duhet që shteti duhet të investojë më shumë, sepse në qoftë se ne kemi një patent që është shqiptare, është pasuria jonë dhe thesari më të çmuar, është arti dhe folklori, tradita shqiptare. Kur thoni duhet të investoj shteti, çfarë keni parasysh?
kur them të investoj shteti, të bëjnë shumë aktivitete, shumë festivale, nuk mjafton me 1-2 festivale, duhen shumë dhe çdo qytet, çdo rreth duhet të ketë aktivitetet shumëta të vetat, por duhet të investoj shteti sepse nuk kanë fuqi financiare, duan shumë të organizojnë, por është mundësia financiare. E fundit, për të mos ju mbajtur më gjatë. Po. Me çfarë emocione shtrëgoheni nga Shkodra sonte? Shkodra... Dhe në të veçantë, nga ky teatër që mban titullin Deri i Kombit. Kam dhënë shumë koncerte të tilla në këtë teatr, shumë koncerte të bukura, sidomos me ansambli shtetror, por ky teatr më sjell shumë nostalgji. Në ato vitet e para kur mbusheshe salla plot. Edhe sot salla ishte mbushur plot e për plot. Do me thënë, është nostalgji, sepse këtu kanë debutuar artistët më të mëdhenj të Shkodrës dhe të Kombit shqiptar. Këtu kanë debutuar këngëtar të mëdhenj, kanë debutuar aktor të mëdhenj, këtu kanë debutuar kompozitor të mëdhenj, që hapën rrugën e artit shqiptar. Këta këtu në Shkodër e kanë hapur rrugën si Çezadea, Tishdaia, Tinka Kurti, e shumë të tjerë si Lucie Miloti shkodrane, Naile Hoxha shkodrane, këngëtaret brillante që kemi pas në ansambli shtetror. Gjithsesi unë doja t'ju falenderoj shumë për kohën, edhe për madhështinë tuaj që qëndron pikërisht tek thjeshtësia me të cilën ju çasteni ndaj të gjithëve. Faleminderit shumë edhe puth Shkodrën, një qytet fantastik me njerëz të jashtëzakonshëm, gjithë kulturë, gjithë nivel, edhe shumë bujar, jeni shumë bujar. Faleminderit.